Ndalesa e radhës së Damian Gjiknurit në kuadër të turit të tij elektoral ishte fshati Vranisht. Në takim me banorët, Gjiknuri përmendi një investim tepër të rëndësishëm që realizohet aty, siç është rruga e fshatit, një premtim që sipas tij i mbajtur nga qeveria në pushtet, e cili nxjerr në pa vlerat e fshatit. Gjiknuri preku në fjalën e tij edhe çështjen e pensioneve, duke thënë se tashmë Shqipëria e ka mundësinë të rrisë pensionet. Sipas tij, Partia Socialiste është garanci për vazhdimin e investimeve në zonë. Një premtim i dhënë tashmë po bëhet realitet që ka të bëjë me rrugën, ka qenë një kërkesë e kahershme juaj. Vranishti fillon ndjen vërtet dorën e pushtetit me investime. Vlerat e një fshati marrin edhe kur fshati ndjen shërbimet, ndjen dorën e shtetit dhe gjërat që përmirësohen. Programi i Partisë Socialiste adreson një çështje të rëndësishme që është çështja e pensioneve. Skema është më e qëndrueshme. 4 vjet e ardhshme pensioni do të shkojë 200.000 lekë pensioni minimal. Pensioni mesatar 400 euro, 400.000 lekë. S'ka asnjë alternativë për Partinë Demokratike pavarësisht premtimeve populiste që bën. Me Partinë Socialiste njerëzit mund të presin më shumë, por kjo që po themi ne është shumë e sigurt. Kjo zonë ka filluar të ndryshojë shumë. Kur u delegovan qarkun e Vlorës si drejtues atëherë, këtu s'kishte një rrugë. Fal qeverisë së Ramës, edhe unë vjen mirë se isha ministër i infrastrukturës asaj kohe, ne bëm të mundur që të realizojë kjo rrugë e lumit Vlorës, që është një krenari dhe është një rrugë që e ka lehtësuar jetën këtu. Janë bërë dhe investime tjera, edhe në ujësjellca, edhe në përmirësim të infrastrukturës fshatit, që nuk është më i pari, po ka ndryshuar. Gjiknuri theksoi disa prej arsyeve që banorët e Vranishtit duhet të votojnë Partinë Socialiste, teksa tha se tashmë ka ardhur koha që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian dhe Partia Socialiste do të realizojë këtë gjë. Pse duhet votojnë Partinë Socialiste? Na ka bërë më krenar, do të na garantojë hyrjen në BE, më shumë paga edhe pensione, edhe shërbime më të mira edhe në fshat. Unë dua në radh parë të votoni numrin 5 Partinë Socialiste, po kandidoj në listë hapur për të marrë mbështetjen e gjithë qytetarëve të Vlorës. Unë si kandidat do ta mbuloj këtë bashki dhe do ta mbuloj si deputet nesër. Nuk duhet të heci se gjithçka është e mbyllur. Se thon shumë njerëz si Damiani Shidal e ka marrë votën. Jo, unë dua të marr mbështetjen e gjithë qytetarëve të qarkut Vlorë. Dua të marr një votë masive për të qenë zë i fortë, për të qenë me peshë politike, për të qenë njeriu që ka dhënë një model politik caktuar këtu, dhe unë do doja që vërtet me votën tuaj ta fitoj dhe një herë këtë prestigj, tashmë i votuar direkt në mënyrë popullore. Është hera parë që kërkoj një votë personale nga të gjithë qytetarët.